Shkëlqen, është e vështirë ti mësosh të tjerëve gjuhën e paras, gjuhën e biznesit, herë mund ta bëjnë edhe më të vështirë se duhet, sepse sa më pak ta flasin njerëzit atë gjuhë, aq më shumë ti chargjon apo aq më shumë paguajnë tjerët për ta bërë këtë gjë. Me gjithë media që kemi, aksesin në informacione, kemi edhe shumë motivim për e shetë motivim. Dhe në një mënyrë që qëna në keq informuar. Se bëhet një diçka shumë e madhe. Duke që shpesh herë duket që sipërmarrja është një gjuhë që është vetëm fat. Sipërmarrja është një gjuhë që është vetëm kulturë. Po sipërmarrja është një gjuhë që duhet më ndur. Jo, sipërmarrja është një gjuhë që duhet më përmirëmarrje dhe më ul edhe me vlerësim. Pra nuk është sipërmarrja makina të bukura, pushime. Mund të vinë më vonë, në fazat e para është do lësh edhe pantallonat të investosh. Dhe nëse është prishën të shkurtra, dhe të pranësh që investosh. Pranësh ti rrezikosh edhe opinga. Nuk kam para për të rrezikuar. Nuk të rrezikoj kohën time. Një nga gjërat që kanë dritë sot, kanë kohën e kanë më të disponueshme nëse e menaxhojnë siç duhet dhe kanë aksesin e informacion.